ndërtojmë frymën e bashkëpunimit dhe përgjegjësisë që Kosovës i duhet. Sot ju më dhatë mua një përgjegjësi të madhe, një nder të jashtëzakonshme, një detyrë që pranoj me nder dhe për kushtim të plotë. Ju falenderoj për besimin, mbështetjen dhe drejtimin e ri që i dhatë partisor, fort punës, sakrificës dhe besimit tuaj, PD-ja vazhdon të jetë shtëpia jonë e përbashkët. Kosova tani ka nevojë për PD-n e bashkuar me vizion të qartë. Prandaj sekretari i ri premtoi se do të hapë partinë tonë për secilin qytetar që dëshiron të kontribuojë. Do t'i forcojmë strukturat tona lokale dhe qendrore. Do të përfshijmë me shumëtërinë e vendimore dhe aktivitete. Do të ndërtojmë frymën e bashkëpunimit dhe përgjegjësisë që Kosovës i duhet. Ne do të ecim vetëm përpara, me përgjegjësi, me maturi dhe me zotimet që do t'i mbajmë deri në fund. Rruga përpara kërkon vendosmëri dhe guxim, dhe ne e kemi. Bashkëpartiat të dashur, këtë fjalën time dua ta mbyll me një mesazh të Mendelës, i cili thotë: koha më mirë për të ndërtuar është gjithmonë sot. Edhe ne sot ndërtojmë, sot ndërojmë të kaluarën, sot premtojmë për të jemi të përgjegjshëm për të ardhmen, sot vazhdojmë të ecim përpara të bashkuar dhe me vendosmëri, sepse nga sot vijnë ditët tona. Faleminderit gjithëve për gjithçka që keni bërë dhe për gjithçka që bëjmë së bashku. Do të japim familjes time politike gjithçka që mundem, ashtu siç ajo më dha mua gjithçka. Vazhdojmë së bashku pa u dalur drejt fitoreve të reja. Faleminderit delegat na prifte mua. Faleminderit për këtë.